Libri i Ruthit, kapitulli 4. Libri i Ruthit, kapitulli 4, do shohim sot vargjet 13 deri në fund. Flasim sot për provaninë e hirshme të Perëndis. Provania e hirshme e Perëndis. Le ta lexojmë bashkë pasazhin. Kështu Boazi e mori Ruthin që u bë bashortja e tij. Ai hyri tek ajo dhe Zoti i dha mundësinë të lindë dhe ajo lindi një djalë. Atëherë grati thanë Naomit, bekuar qoftë Zoti, që sot nuk të la pa një shpengues. Emri i tij u bëfti famshëm në Izrael. Past mundësi ai të rimkëmbi jetën tënde dhe u bëft mbështetja e pleqërisë sate, sepse e ka lindur nusja jote që do dhe që vlen për ty më tepër se 7 bij. Pastaj Naomi e mori fëmijën e vuri në gjirin e saj dhe u bë taja e saj. Fëmijët i vunë një emër që thonin i lindi një djalë Naomit e quajtën Obed, ai që ati i sajt, ati Davidit. Ja pasardhësit e Perecit. Perecit lindi Hetsorni. Hetstronit i lindi Rami, Ramit i lindi Aminadabi, Aminadabi i lindi Nashoni, Nashonit i lindi Salmoni, Salmonit i lindi Boazi, Boazit i lindi Obedi, Obedit i lindi Isait dhe Isait i lindi Davidi. Kjo është fjala për ne sot, e le ta mirëpresim atë si tillë. Libri i Ruthit fillon me emra, edhe mbaron gjithashtu me shumë emra siç e vini re. Në fillim të librit në kapitullin e parë, lexojmë që Elimeleku mori gruan e tij Naomi, fillon me emra atje. Elimeleku mori gruan e tij Naomin, 2 bijtë e tij e tyre, Mahlon dhe Kilon, që u martuan me 2 gra Moabite, Orpa dhe Ruthi. Vini re, kemi emra atje në fillim. Dhe mbyllet me një listë zgjatë emrash. Emrat kanë kuptim dhe në kulturën hebreje, edhe ana shqiptare. Ne kemi emra si Trim, shpëtim, guxim, fisnik, etj, pra që tregojnë një virtyt apo të tjera si këto. Disa çifte, familje vënë emrat e fëmijëve të tyre, emrin për shembull një emër si bashkim emrash tyre, pra 2-3 shkronja nga babi, 2-3 shkronja nga mami dhe krijojnë për të fiksuar emrat e tyre në tek fëmija, tek djalë apo tek vajza e tyre. Dikush vendos emrin e gjyshit apo të babdajës si Ismaela për shembull, që ka emrin e babdajës, apo dikush mbiemrin e tij si Ivana për shembull, që vjen nga zgjon, nga rrania zgjon pra, apo emrin se shtashit transmetojnë apo tregojnë një virtyt apo një gjë tillë për shembull si fisnik, Trim e tjerë. 2 djemt e Elimelekut, edhe Orpa, tham, pra çfarë tash ne kemi gjithë emrat, por disa emra ngelin, disa emra mbeten, disa emra hynë në histori. 2 djemt e Elimelekut dhe Orpa harrohen, por emri i Boazit, emri i Ruthit mbeten e kujtohen, dhe ne po studiojmë sot librin e Ruthit apo jo. Emri yt ose do të mbetet ose do të harrohet në bazë të vendimeve që ti merr, në bazë të jetës së si ti jeton, në bazë të zgjedhjeve që bën jetë. Boazi dhe Ruthi sakrifikojnë shumë. Dhe emrat e tyre kujtohen, e mësohen, e predikohen edhe sot. Por emri i atij personi që Boazi u afroa kur po kalonte dhe i tha oti filani, pa ja përmend emrin, që nuk pranoi të marrin përgjegjësinë që i takonte sipas ligjit, jo vetëm për të blerë tokat e të ndjerit, por edhe për ta rimbërkambur emrin e tij dhe për ta marrë për grua Ruthin, emri i tij u harrua dhe nuk përmendet. Dhe Perëndia në hirin e tij sovran, edhe prej tij hirit të tij dhe prej provanisë të tij të hirshme, zgjedh dhe vepron përmes historisë. Gjoni këtë. Zgjedh dhe vepron përmes historisë. Dhe në historinë, përmes historisë, përmes njerëzve të thjesht e të zakonshëm, si një fermer apo një bujk si Boazi, ai ishte thjesht një fermer, një bujk. Apo emrave apo personave të thjeshtë të zakonshëm
si Ruthi, një emigrante, një huaj, një moabite, një armike për popullin e Zotit. Hir jo vetëm për ta, Zoti Perëndia tregon jo vetëm hir për ta vetë, por gjithashtu për popullin përmes tyre, për popullin e Izraelit, për popullin hebre, por dhe jo vetëm për popullin hebre në atë kohë, por për gjithë popullin e tij, për gjithë kishën e tij dhe për ne sot, apo jo. Pra, edhe pse ne bëjmë çfarë zgjedhim, ne gjithmonë bëjmë çfarë zgjedhim. Dhe gjithmonë zgjedhim çfarë duam. Gjoni këtë, se kjo është shumë e rëndësishme për çfarë besojmë ne. Ne bëjmë gjithmonë çfarë zgjedhim dhe gjithmonë zgjedhim çfarë duam. Perëndia në hirin e tij sovran është i përfshirë në historinë tonë dhe zgjedhjet tona duke i përdorur ato gjithmonë në përmbushje të planit të tij sovran. Gjithmonë përmbushje të planit të tij sovran. Edhe kur janë vendimet tona të gabuara, edhe pse ne marrim pasojë dhe vendimeve tona të gabuara, siç kemi parë në kapitullin e parë. Për Elimelekun që zgjolli gabim për të larguar, për të mos besuar në Perëndinë e tij, që do siguronte në vendin e tij në Betlehem, në shtëpinë e bukës, por shkoi në vendin armik. Ai mori pasojat e tij për Zoti edhe në vendimet tona të gabuara. Kur ne marrim pasojë, ai gjithmonë zgjedh dhe vepron për të vepruar pranë historinë e shpengimit, apo gjithmonë përmes vendimeve apo veprimeve tona të mira, ai sjell gjithmonë bekim në jetën tonë. E miratim në jetën tonë, por gjithmonë edhe në këtë rast është i përfshirë në historitë tona dhe në vendimet tona për të përmbushur planin e tij sovran. Ndaj për gjithë ne që po përleshemi me pyetje të tilla, dhe kjo është qëllimi i gjithë librit dhe e kemi parë në kapitullin e parë. Që ose ngrejmë pyetjen ku është Zoti në këtë situatë vështirë që unë po kaloj. Qoftë edhe të mërshme qoftë për familjen tonë, për ne vetë. Dikush tjetër mund të thëjë duke thënë, am shikon Zoti, a shef ai njerimin ku ndodhem. Ndoshta ai kemi kaluar shikimit njëri tjetrit, ndoshta thotë dikush, askush s'm kupton, askush nuk e din gjendjen time. E ndoshta përderisa askush nuk e kupton dhe shef gjendjen time, ndoshta edhe i kam shpëtuar syrit Zotit. Ku është Zoti mes gjithë kësaj që unë po kaloj? Apo më sheh ai? Unë po ju them që kjo ishte pyetja e Naomit. Dhe Zoti i jep përgjigje asaj. Në pjesën e parë, në vargun 13, dhe shohim pra tema është provania e hirshme e Perëndisë. Dhe shohim pjesën e parë, Perëndia tregon hir për Boazin edhe Ruthin. Vargun 13. Perëndia tregon hir për Boazin dhe për Ruthin. E mbyllëm pjesën e kaluar me duke folur pak gjithashtu për martesën e Boazit me Ruthin dhe dham disa mësime për martesën dhe thamë që martesa është më shumë se dashuria për njëri tjetrin. Dashuria është personale. Dashuria është përkushtim personal kundrejt dy personave. Por dashuria është diçka tjetër me martesën, janë dy gjëra ndryshme, diçka tjetër dashuria, është diçka tjetër martesa. Dashuria është diçka personale mes dy dhe përkushtim personal mes dy personave. Por martesa është më shumë se dashuria mes dy personave. Dashuria është mes jush. Martesa nuk ju përket vetëm juve, na përket gjithë neve, i përket familjes, i përket kishës, i përket shoqërisë, i përket armës, i përket planit sovran të Perëndisë. Ai është i përfshirë gjithashtu në martesat tona dhe kërkon e pret prej nesh që të vendosim mirë, të jemi të zgjuar. Dhe i martesa gjithmonë ka 3 komponent të saj, siç e thamë edhe herën e parë dhe herën tjetër për ta risjell pak. Ka 3 komponent gjithmonë, edhe mësojmë nga libri i Ruthit. Përkushtimi i dashurisë për njëri tjetrin. Ruthi dhe Boazi ishin të përkushtuar, ata ishin dhanë përkushtuar kundrejt njëri tjetrit dhe kështu filloi. Por nuk mjofton kaq. Pastaj shohim në vargjet 9-12, pra 3:8 shohim këtë, pastaj në 9-12 shohim dëshminë publike se ata thirrën dëshmitar. Dhe martesa është diçka publike, është diçka për gjithë ne, nuk është diçka private e jotja. Është diçka publike për gjithë ne, që ne gjithë jemi të përfshirë në të. Dhe pastaj shohim në vargun 13 që do shohim edhe sot bashkimin seksual. Dhe kjo nuk ndodh shpesh në breznin tonë. Ne nuk e nderojmë martesën, nuk i bëjmë gjërat ashtu siç duhet, siç i bani Boazi. Boazi bani gjërat e duhur, në kohën e duhur, në mënyrën e duhur, ashtu biblikisht siç duhet.
Shpesh ne shohim në kohët moderne që noll një bashkim seksual s'pare sepse ti je shef dikan në një pub e thirr për të fjetur me të, e pastaj e marrin vesh lagja kur çojnë 2-3 herë me të, fillon dëshmia, e masnai fillon përkushtimin, nëse fillon pastaj thonë, "Oh, si e kemi shemrin ti se harrova me të pyet në fillim." Do të filluaj është mbrapsht kjo situatë që ndodh. E kështu Boazi e mori Ruthin, vjen e bëri gjanën e duhur në kohën e duhur, në mënyrën e duhur. Dhe Boazi e mori Ruthin ndaj u bë bashkëshorti i tij, vjen e vargu 13. Flet për një përjull, vargu 13, gjithë vargu 13 nuk flet për një përjull shkurtër, flet për një përjull sa? 9 mujore. Paktën, ndoshta më shumë, se ndoshta s'ka ngel shtatzon më një herë ditën e parë, po të paktën, sigurt. E mori hyri tek ajo, që është një eufemizëm për të fjetur bashkë, pra për shkuar bashkë, për të pasur marrëdhënie bashkë, edhe u lindi një djalë. Djali sa fëmia lind pas 9 muaj zakonisht. Kush është në një varg është një vit kohë, në atë varg, një vit kohë. Ai zgjolli mirë, Boazi zgjolli mirë. Dhe ndëroi Zotin. Ai zgjolli mirë e bëri gjërat e mirë, e ndëroi Zotin, u martua bashkë me Ruthin. Ai hyri tek ajo, siç thash, shpreha hyri tek është një eufemizëm, pra fjetën bashkë dhe Zoti vjen kush? Dhe patën marrëdhënie bashkë dhe vjen vargun dhe Zoti kush? Zoti i dha mundësi të lind. Vjen që është i përfshirë Zoti aty. Nuk thotë ata fjetën bashkë e lindin një fëmijë se kështu deshin ata. Ata shkuan bashkë, por Zoti u dha mundësinë. Zoti u kujdes, Zoti në provaninë e tij mund mos të kesh mundësi, por Zoti u dha mundësinë të lind. Në provaninë e tij, të hirshme, Zoti i bekoi ata u dha mundësinë të lindin, edhe ajo lindi një djalë. Një djalë. Vëllezër motra, çdo ngjizje është prej Perëndis, është një vepër sovrane e provanisë së hirshme të Perëndis. Nuk është siç mendon bota. Bota mendon gjithashtu për këtë mbrapsht. Siç edhe për martesën mendon mbrapsht. Dhe duhet të mësojmë mirë prej fjalës së Zotit. Nuk është siç mendon bota. Bota mendon për ngjizjen apo lindjen e një fëmijë që është një produkt i kohës, bashkimi i materjes me rastësinë. Me rastësinë, me fatin, ndoshta me fat, me shans. Ndoshta. Jo, nuk është kështu. Jo, Zoti është i përfshirë drejt për drejt në këtë. Aja është një vepër krijuese. Ngjizja e një fëmie është një vepër krijuese, është një mrekulli. Është një vepër krijuese. E drejt për drejt. Dhe ka një qëllim. Ashtu siç thot Psalmi 139:13. Po ti më ke formuar. Ti ke formuar për brendshmet e mia. Ti më ke endur, më ke thurur, si me gjilpër, më ke endur, më ke qëndisur, është fjala, më ke qëndisur në barkun e nanës time. Ngjizja është një mrekulli, është një qëndisje, një vepër arti, një mrekulli e Perëndis. E kjo vjen vëllezër motra drejt për drejt me atë që mësojmë të dëgjojmë sot. Kur dëgjojmë për abortin, duke thënë që është një vendim i imi, unë kam bërë këtë dhe unë është trupim dhe unë mund vendosi të bëj gjithçka çfarë dua me trupin tim. Jo, ai person që është ngjizur në ty nuk është i yti. A është një vepër e Perëndis e formuar e endur prej mrekullisë hirshme, e provanisë së hirshme Zotit ton. Imagjinoje nëse Ruthi do të kishte mendsinë e grave moderne sot, dhe do të vendoste ta abortonte Obedin, çfarë do të kishim? Nuk kishim atë djalë, nuk do kishim Davidin, nuk do kishim sipas mishit Zotin ton Jezu Krisht. A kuptoni si çdo mendim dhe çdo veprim jehon. Nëse keni pa filmin Gladiatori, kur gladiatori del përpara kur luftonin në Gjermani në betejën finale, përpara se dalte përpara perandorit, ai del atje thotë çdo vendim që marrin tani jehon, i thotë generali ushtarëve, jehon për jetësi. Një vendim i gabuar tani jehon për keq, për jetësi, një vendim apo një mendim i gabuar tani jehon për mirë, jehon për jetësi, për mirë. E Ruthi vendosi të besoj dhe të bindet Perëndis. Ruthi vendosi mani men kapitullin e parë mësuam pasojat e zgjedhjeve tona të gabuara, mani ka qenë tema, kur zgjedhim gabim. Tani do të shohim kur zgjedhim mirë. Çfarë bekimesh është kur zgjedhim mirë? Ruthi zgjolli mirë, mori vendime të duhura. Në kapitullin 1, në vargjet 16 dhe 17.
Por Ruthi u përgjigj, pra i thot Naomi i thot largoju sepse s'do të bëj fëmijë, largoju mos hajde me mua etj thot, por Ruthi u përgjigj, mos ngul këmbë me mua që unë të të braktis dhe mos të ndjek më sepse kudo që të shkosh ti do të shkoj edhe unë, e kudo që të rrish ti do të rri edhe unë. Populli yt do të jetë populli im, perëndia yt do të jetë perëndia im. Ruthi në këtë moment mund të kuptohet, mund të mendohet që këtu është kthimi i Ruthit në besim. Ajo e braktisi perëndinë e etërve të tjerë, Kamoshin. Dhe vendosi që perëndia i përjetshëm i Izraelit, i Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, perëndia e Naomit bëhet perëndia e saj. Aty ku të vdesësh ti do të vdesë edhe unë, aty ku do të varrosin ty, kështu do të veproj me mua Zoti madje edhe me keq, në rast se veç vdekjes ndonjë gjë tjetër do të më ndaj prej teje. Ruthi vendosi mirë të besoj perëndis së Izraelit e të ndjek vjerën e saj. Ne e dim që ajo vjen dhe krijon një familje me Boazin, por a keni menduar, ndoshta kur e keni lexuar librin e Ruthit, kur e lexoni, ndoshta nuk e shikoni, nuk e vini re, por në kapitullin 2, një varg atje që ndoshta s'e kena cekur fare, përmendet familja e tij, ati dhe nëna e tij dhe vendi i saj. Dhe ajo i lejon i braktis ata vini re kapitulli 2 vargu 10 dhe 11. Atëherë Ruthi u shtri përdhej duke rënë përmbys me fytyrë për tokë dhe i tha: "Për këtë arsye kam gjetur kaq hir në sutë tu", i thot Boazit pra kur shkon tek lëmi. Boazi u përgjigj duke thënë: "Më kanë treguar të gjitha ato që ke bërë për vjerrën tënde. Pas vdekjes burrit tënd, i ka vdek burri, s'ka shpresë, por ndjek vjerrën e saj." Vini re çfarë thot gjysa tjetër e vargut. Dhe si e ke lënë atin tënd. Ka lënë babën e vet ajo për vjerrën. Ne në brezin tonë as macën se lënë për vjerrën, po ajo ka lënë babën e vet, nanën tënde dhe vendlindjen tënde. Vendlindjen dhe popullin e saj. Por një popull që nuk e njeh, ka lënë babën, nanën, vendin, popullin ku shit armet, shësnin gjithçka. E ka ardhur për të jetuar, për të besuar një perëndisë e Izraelit, për të jetuar në një popull tjetër. Kështu zgjedh Ruthi të bëj. Vini e çfarë thot Boazi: "Zoti të shpërbleft për ato që ke bërë, ke vendosur mirë, ke zgjedhur mirë. Zoti të shpërbleft për ato që ke bërë dhe shpërblimi të qoftë i plot nga ana e Zotit. Zoti ta jep shpërblimin për vendimet e tua të mira." Nga ana e Zotit perëndisë i Izraelit, se atij ke besuar, vini re, në krahët e cilit, në pravaninën, kujdesin e cilit erdhe të strehohesh. Vini re, nuk e nejt tek perëndia, tek afërmit, atje ku i kishe makullaj. Ke shkuar emigrante, 2 gradë të vetmet, pa mbrojtura. E ke ardhur në këtë popull, ke ardhur për të strehuar te perëndia tek i cili ke ardhur për të strehuar, ai kujdes për ty. Vini re 3:10. A i tha: "Qofshe bekuar nga Zoti bija ime, mirësia që tregove këtë herë", pra kur shkon tani ti vendos dhe këmbë dhe e ti thot: "Mirësia që tregove këtë herë të fundit, ja ka lënë të parë sepse nuk ke rendur", vini ka vendosur mirë. Kjo grua e vej nuk ka rendur, ka vendosur mirë, nuk ka shkuar me jo besimtar, me djem të ri për të kënaqur veten e saj, por për të nderuar Zotin, Naomin dhe burrin e arshëm, Boazin. Dhe burrin e arshëm. Nuk e rendur pastrinë të varfëra të pasur, prandaj tani mos ki frikë, bija ime, unë do të bëj për ty gjithçka që më kërkon, sepse të gjithë njerëzit e qytetit tim e dinë që ti je një grua e virtyshme, je një grua fisnike e virtyshme, që merr vendime të duhura. E vëllezër motra, duhet ta dim që perëndia, thash në fillim, perëndia është i përfshirë në vendimet tona, qofshin ato të gabuara, por vendimet tona të gabuara nuk kalojnë pa pasoja, vendimet tona të mira nuk kalojnë pa bekimin e Perëndisë. Ne më duket pak e çuditshme, por ashtu siç Perëndia në kuptimin negativ të fjalës kur thotë mëson që mos ta vendosim Perëndin prova, dini kur është puna me provoku Perëndin, por nga ana tjetër fjala e Zotit na mëson ta vëmë provë mirësinë e Zotit në kuptimin e mirë, pozitiv të fjalës. Edhe ne mësojmë
Mësojmë tek Malakia 3:10 që thotë, Zoti thotë, sillni të gjithë 10 shtëpisë në shtëpinë e Thesarit. Pra thotë, bindju Zotit, besoni Zotit. Zoti ka thënë t'jepni. T'jeni bujar. T'jepni atë që i takon Zotit sepse ai u ka dhënë. Që të ketë ushqim në shtëpinë time dhe pastaj më vinin provë, thotë, shikoni. Bindju, bëni gjën e dur, bëni vendimet e duhur dhe shikoni pastaj, a nuk do t'ju bekoj Perëndia. Thotë Zoti ushtrimeve se unë nuk do të hap pengjet, prazjet e qiellit, portat e qiellit dhe nuk do të derdh mbi ju as shumë bekim sa nuk do të keni vend të mjaftueshëm ku ta shtini. Ne e dimë gjithashtu tek Luka 18:28-30, kur Jezusi i thot dishepujt e tij për ta ndjekur i riu pasanik, mësohet aty për triun pasanik dhe ai nuk e ndjeku Jezusin sepse kishte shumë pasuri. Edhe dishepujt thonë, po ne që e lam babën e nanën, e lam e të bindem ty, e të ndjekem ty. Edhe thatë, Jezusi thot atje, ata që më kanë ndjekur mua, që kanë lanë babën e nanën, gjithçka. Do të marrin shumë fish në këtë jetë, babë, nanë, motra, vëllezër, edhe jetën e përjetshme në të ardhmen, shumë fish. Vëllezër, motra, këtu nuk jam duke mësuar fare që ne duke vepruar mirë apo zgjedhur mirë ne mund shpëtohemi anë veprave tona të mira. Nuk jam duke thënë këtë dhe nuk është qëllimi i kësaj. Por çfarë po themi është mënyra se si ne zgjedhim. Perëndia do i përgjigjet zgjedhjeve tona të gabuara me pasojë apo gjithashtu do t'i bekoj bindjen, dashurinë për Perëndinë dhe bindjen ndaj Perëndisë, ai do ta nderojnë. Perëndia gjithmonë e nderon bindjen ndaj tij. E nderon gjithmonë bindjen ndaj tij. Ndaj bëj zgjedhjet e duhura, bindju Zotit. Zoti vepron gjithmonë me bekim. Vini re vëllezër e motra që nga ky varg në 13, edhe pse quhet libri i Ruthit, Ruthi nuk është më as përmendet më as duket. Por them zhduket, është aty, nuk e kanë vrarë, po zhduket nga historia. Pastaj prap përmendet Naomi, Boazi dhe djali dhe gjenealogjia e tij, por Ruthi këtu e përmbush misionin, bindjen, bekimin, gjithçka duhet e ka bërë mirë deri tani. Perëndia këtë bindje ndaj bekim kësaj gruaje të huaj për popullin e Perëndisë e bekon jo vetëm një martesë, por me një djalë. Perëndia bekon Boazin dhe Ruthin. Perëndia pra tregon hir ndaj tyre. Perëndia tregon hir tani për Naomin, vini re 14 dhe 17, tregon hir për Naomin. Mbani mend se kur filloi ky libër dhe si filloi kjo histori. Filloi me një film të trisht, pra nëse mund ta mendojmë si një film, që do ta bëjmë kthejmë film këtë historinë e Ruthit. Fillimi është i errët, është i zymt, është tunel, është bardhëzi, është i errët. Është i errët. Nga mesi fillon dhe merr ngjyra, merr jetë, merr kuptim. Në vargun e parë kemi thënë në kohën që qeverisnin gjyqtarët, fillon Ruthin, kohën kur qeverisnin gjyqtarët, vendin e pllakosi zi, buke. Zi, vdekje, varrime, shohin këtë tablo. Gjyqtarët ishin në 25, një varg përpara, fundi i gjyqtarëve, pa filluar Ruthi thotë në atë kohë nuk kishte as mbret në Izrael. Nuk kishte mbret në Izrael, secili bante çfarë i dukej e drejtë në sytë e tij. Dhe Elimelekut ju duke mirë në sytë e tij, duke vendosur gabim, jo duke bërë ata çfarë është e mirë në sytë e Perëndisë, por çfarë është e mirë në sytë e tij, që të mos i binte i besonte Perëndisë, duke mos i besuar Zotit, vjen mosbindja ndaj Zotit, gjithmonë mosbindja është fryt, është fëmijë i mosbesimit. Kur vëllezër motra, gjithçka çështje çfarë ne besojmë. Kur marrim një vendim të gabuar apo një veprim të gabuar, mbas asaj ktheu pak mbrapsht. Dhe mund t'i bësh pyetje veten, mund t'i bësh pyetjen vetes, çfarë besova gabim? Çfarë besova gabim? Që veprova gabim. Ai nuk i besoi Perëndisë që mund të siguronte në vendin e tij, për shkak se nuk i besoi Perëndisë, mori një veprim për mos iu bindur Perëndisë. Pra nuk i besoi Perëndisë, pastaj shkoi dhe i martoi djemt e tij me 2 moabite, nuk ju bind ligjit Perëndisë. Ai vdes, pra kemi zi buket, mos besim, mos bindje, vdekje vdes ai dhe vdesin 2 djemt e tij. Vdekje.
Dhe vini re pak, nëse mund të ktheheni te kapitulli 1, në vargun 19 atje, kur ajo u kthye, kur Naomi u kthye, pra pasi kanë kaluar më shumë se 10 vjet, u kthye, pra vjen bashkë me Ruthin, kthehet prapë në Betlehem. Kështu e bën rrugën bashkë të dy gra derisa arritën në Betlehem. Vini kur arritën në Betlehem, tërë qyteti zgjente. Por shkak tyre thonë, ajo shkoi për t'i besuar, nuk i besoi Perëndis, shkoi në një vend tjetër për t'i besuar perëndive të tjerë, shkoi me duar plot edhe erdhi zgjente, le të shohim si u përgjigj Perëndia vendimit tyre të gabuar. Zgjente gjithë qyteti, dhe vini re çfarë thot atje. Dhe gratë thoshtin, kjo është Naomi. Kjo është Naomi. Fjala e kemi studiuar, fjala Naomi do thot e ëmbël, e dashur, e këndshme, e ëmbël, e dashur. Dhe vjen çfarë thot Naomi. Ajo përgjigj, mos më quani me Naomi, mos thirrni e këndshme, e dashur, e ëmbël, e mirë. Thirrni Mara e hidhët, e thartë, sepse i plot fuqishmi më ka mbushur. Kush i plot fuqishmi? Perëndia. Kush e ka bërë këtë? Vepër e kujt është kjo? Vepër e Perëndis, drejt për drejt Perëndia është i përfshirë në vendimet që ata kanë marrë. Sepse Perëndia më ka mbushur me hidhërim. Perëndia më ka mbushur me hidhërim. Pse? Për shkak të mosbesimit, për shkak të mosbindjes, për shkak të zgjedhjeve të gabuar, më ka mbushur me hidhërim. Vini re tani, nëse mund shikoni, vini re atje gratë thanën, erdhi Naomi, zgjente qyteti, po flisnin gratë. Ktheni pak në vargun 14. Atëherë gratë, vini re prap. Ka kaluar historia, tani Perëndia është duke e bekuar dhe shohim prap gratë. Gratë duke folur. Gratë thanë atëherë, që erdhi Naomi. Shohim si e ka sjellë Perëndia Naomin. Duar bosh. I njëri tani në vargun 14, atëherë gratë i thanë Naomit, kur i lindi Boazit dhe Ruthit djalë. Gratë i thanë Naomit, bekuar qoftë Zoti, bekuar qoftë Perëndia, që sot nuk të la pa shpengues, pa çlirimtar, pa shpengues. Emri i tij u bëft i famshëm, vini emri, ka rëndësi emrat. Dhe shohim pastaj një listë emrash, që është fillim. Emri i tij u bëft i famshëm në Izrael. I njëri ai qoftë mbështetja pleqërisë sate, është në fund të jetës sate, ai qoftë mbështetja pleqërisë sate. Ta ka lindur, thot, sepse i ka lindur nusja jote. Është nusja Boazit dhe gruaja Boazit, pa është nusja praminere, është i ka ardhur vjerrë saj, edhe pse i ka vdek burri, nuk është më nusja saj në kuptimin drejt për drejt. Nusja jote që do, që kishte i dashuri të vërtet, një dashuri besnike, një dashuri të përkushtuar, një dashuri dhënëse. Që ajo vlen për ty më shumë se sa 7 vija, ajo u kthye pa bijtë e saj. E tani gratë thonë, reja jote vlen më shumë se sa 7 vija. Patjetër kjo është një hiperbol për të madhëruar bekimin që Perëndia i ka dhënë, duke i dhënë një fëmijë Ruthit. Shpengimi i madh që Perëndia ka bërë për Ruthin, për Boazin, për Naomin gjithashtu. Zoti është sovran dhe qeveris çdo gjë. Ai nuk u harrua, as nuk e la jashtë shikimit të tij këtë vejush të vetme e të parëndësishme. Zoti punon përmes çdo rrethane të errët. Zoti është përfshirë në gjithçka e kurdo, e gjithmonë. Vini re kjo vejush që s'ka burr, e s'ka djemt të saj, që e ka prehnin bosh, e gjirin e thatë, e mori fëmijën e vurin gjirin e saj, apo në prehin e saj, e u ba taja, apo dadeja e saj, pra e rriti, e mori si fëmijën e tij, u ba dadeja, kujdestari, e rriti si djalin e saj. A nuk lexuam sot prej provanisë Perëndis, Psalmi 113:9, ai bën që gruaja shterp të banoj me familjen, sa të ketë një familje të lumtur, me fëmijë pra.
Është vetëm imagjinoni pak të nanë që ka vajtuar kur u kthye pa burrin e saj, kur u kthye pa djemtë e saj që i varrosi vet atje në vendin e huaj, kur kthehet në vendin e saj, e prej provanis Perëndis për gjithë saj historiet, kur Ruthi shkoi e takoi Boazin atje në lëmin e tij, ndodh gjithë kjo, tani e merr fëmijën në prejën e saj, në gjirën e saj, për të arritur si dadë e Sara. Dhe imagjinoni tani ndoshta Naomi ka qenë duke kënuar një këngë në ull, dhe ndoshta Naomi ka qenë duke kënuar këngën që ne e kënuam fillim të shërbesës tonë. Perëndia nuk më ka harruar, Perëndia më ka premtuar fjala e Perëndis. Asnjëherë ai nuk do të më braktis, me mua do të jem sa frym kem. Nëse kam frymën gjallë ka shpresë, me mua do të jetë sa frym ket. Perëndia nuk më ka harruar, jetën time e ka çliruar, e ka shpenguar. Dhe humbjen sot e quaj fitim, kam humbur burrin e fëmijës, gjithçka, dhe humbjen sot e quaj fitim, dhe jeta ime në të merr dritë, merr jetë, merr kuptim. S'ka kënduar këtë këngë gjallë Naomi si në ull për Obedin? Në pjesën e tretë do shohim që Perëndia tregon hir, jo vetëm për Boazin e Ruthin, jo vetëm për Naomin, por gjithashtu për Izraelin, për kombin e tij, për Izraelin. Mani mend që libri filloi një kohë kaosi, ku secili bënte çfarë i pëlqente, që nuk ishte mbret në Izrael. Po vini re vargun 17. Vini re vargun 17 që është një varg çelës, kyç i rëndësishëm për gjithë librin. Ky djalë Obedi që ul në prehjen e Naomit, është gjyshi i mbretit David. Vini re vargun atje, e quajtën Obed. Ai që jati i Isait, edhe gjyshi, ose jati i Davidit, gjyshi i Davidit. Mbretit David, mbretit lavdishëm, mbretit njeriu sipas zemrës Perëndis, njeriu që do të formonte kombin e Izraelit, njeriu që do ta unifikonte, të bashkonte të gjithë fiset në një, të bante një komb. Cilit Perëndia i premtoi që nga hijet e tua do të vinë shpëtimtari Zoti Krisht. Hir Perëndis nuk u dha vetëm për Boazin, jo vetëm për Ruthin, ai u dha për një fëmijë. As për një fëmijë, por as për Naomin, por në fundit ky hir u dha jo vetëm për këtë familje, por për gjithë familjen, për gjithë kombin e Izraelit, për gjithë kombin e Izraelit. Tek Mikea 7:18 edhe 20, nëse keni dëshirë, nuk do shkojmë atje për të marrim kohë, por thotë që Perëndia e kujton beslidhjen dhe premtimin e tij, ka bërë një beslidhje, një beslidhje me Abrahamin, me Isakun dhe me Jakobin, dhe Perëndia i rikthehet gjithmonë beslidhjes së premtimit të tij. Ai përmbush këtë, sepse Perëndia mbetet besnik i premtimeve të tij, i beslidhjes të tij. Por jetë, ai është Perëndia që ka bërë një beslidhje me Abrahamin, me Isakun, me Jakobin. Ai dha Obedin që do thotë shërbëtor. Fjala Obed do thotë shërbëtor, që ajo për të kujdesit thotë gratë, atë ajo do të kujdeset për pleqërinë tënde, për ditë e plotësi do të shërbej ty, do kujdeset për ty. Po ai nuk është vetëm shërbëtor, ja shërbësja, kujdestari për Naomin, po ai është shërbëtori i Perëndis. Ai na ka shërbyer ne, Perëndia përmes të fëmijët na ka shërbyer ne të gjithëve, duke u bërë gjyshi i Davidit, gjyshi i Zotit Jezu Krisht mish. Shërbëtori i gjithë neve që është Krishti Jezus, apo jo? Planin e tij të përjetshëm dhe të hirshëm, Zoti u kujdes për kombin e tij, për kombin e zgjedhur të Izraelit, e nuk e harroi premtimin dhe beslidhjen e tij, apo jo? Apo jo? Por në pjesën e fundit do shohim që Perëndia tregon hir për ne gjithashtu. Përmes kësaj historie, përmes tyre emrave, përmes kësaj gjenealogjiet. Pesë emrat e para atje në këtë gjenealogji hyjnore janë nga Juda, pra atje për djali i Perecit, pra Pereci djali i Judës, nga hyrja në Egjipt deri tek Mojsiu, deri tek dalja, deri tek Eksodi, pastaj herët kur shkojnë kanë nga Eksodi deri tek gjyqtarët, deri tek lindja. Pra deri tek gjyqtarët, deri tek lindja e Obedit e me radhë. Dhe vini re vëllezër e motra, vini re pak atë gjenealogji, thot Perecit i lindi, vini re këto fjalët, i lindi filani, filanit i lindi filani, filanit i lindi, vini këto lindi këtë gjenealogji. Dhe libri i Ruthit mbyllet me gjenealogji
filanit i lindi filani. Filanit i lindi filani. Filanit i lindi, Obedit i lindi Isait, Isait i lindi Davidi. Mbreti i madh, mbreti David. Shkoni bashkë me mua e lutem tani tek libri i Mateut në kapitullin e parë. Le të shkojmë tani tek libri i Mateut në kapitullin e parë. Qose Ruthi mbyllet me gjenealogji, filanit i lindi filani dhe filanit i lindi filanit. Libri i Mateut, Injilli i Mateut fillon me një gjenealogji. Fillon me një gjenealogji. Dhe vini re çfarë thot libri i gjenealogjisë se Jezu Krishtit, birit kuj? Vini re, birit Davidit. Ishte premtuar Davidit, që prej presardhjes tij, prej ijeve të tij do të dalë shpëtimtari. Libri i gjenealogjisë të Jezu Krishtit, birit Davidit. Birit kuj? Abrahamit, sepse atij kishte premtuar që në Isakun, në pasardhjen e tij do të bekohen gjithë kombet. I kthehej te premtimi të beslidhja me Abrahamit, të beslidhja me Davidin. Abrahamit i lindi Isakut, Isakut i lindi Jakobi, Jakobi i lindi Juda, vini re këta emra Juda, një nga 12 fiset. Juda dhe vëllezërit e tij, Judes i lindi nga Tamara. Tamara ishte nusja e djemve të tij që i vdiqën. U vesh si prostitut, mani një vendim gabuar, por përmes Tamarës lindi Perecit, Perecit lindi Esromi, Esromit i lindi Arami, Aramit lindi Aminadabit i lindi Natsoni, Natsonit lindi Salmoni. Salmoni lindi Boazi nga Rahabi. Vini re, Boazi është djali i Salmonit që ka lindur me Rahabin prostitutën kur shkuan për të parë, për të vëzhguar tokën e premtuar, mani men? Një huaj tjetër në grua. Nga Rahabi. Boamit i lindi Obedi dhe Obedi nga Ruthi, nga kjo huaj. Vini re, Ruthi. Obedi i lindi Jeseut, Jeseut i lindi Davidi. Vini re që thot, jo vetëm një David, Davidi mbreti. Mbreti Davidi lindi Salmonit, nga ajo që ishte bashortja e Urës, Bethsheba, prap nga një grua tjetër, nga një vendim i gabuar. Nga Bethsheba. Salmoni me radhë, edhe prej kësaj, vini re vargjet 20 tani. Por ndërsa i mendonte këto gjëra, një angjëll i Zotit u shfaq në ëndër dhe i tha Jozef biri i Davidit, Jozefi nuk është biri i Davidit, por është pasardhësi mbreti i Davidit sipas premtimit. Jozef biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh për vete gruan tënde sepse ç'është në Zgjidhur të është vepër e frymës së Shenjtë. Ajo do të lindë një djalë, do t'i vesh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre, popullin e tij nga mëkatet tona. Jezu Krishti, biri i Jozefit, biri i Davidit, biri i Obedit, biri i Boazit, i Ruthit. Biri i Boazit dhe i Ruthit. Në qoftë më çoni edhe i gisht pak te Romakët, do kisha qef te kapitulli i parë i Romakëve, vetëm për t'ju kujtuar këtë gjë. Pali shërptor Jezu Krishtit i thirrur apostull, i veçuar për ungjillin e Perëndis, që ai ka premtuar, që kishte premtuar më parë, me anë profetëve të tij në shkrimet e shenjta, ka premtuar në fjalën e tij. Lidhur me çfarë ka premtuar? Lidhur me birin e tij, Jezu Krishtin, i lindur nga fara e Davidit mish. Është biri i Perëndis, po prej mishit, prej zgjakut e prej mishit, është fara e Davidit. Është fara e Davidit. I caktuar biri i Perëndis, prej mishit, mish. Biri i Davidit. Por i caktuar biri në shpirt, në frym, i caktuar biri i Perëndis fuqi sipas frymës së shenjtërisë nëpërmjet ringjalljes prej të vdekurish, Jezu Krishti Zoti janë. Jezu Krishti Zoti janë. Stër nipi i Obedit, djali i Boazit e i Ruthit. Vëllezër motra, duhet ju them këtë që çfarë besojmë ne vlen për jetësi. Rëndësi çfarë besojmë. Në bazë të asaj që besojmë ne veprojmë dhe veprimet tona kanë vlerën për jetësi. Veprimet tuaja jetojnë për jetësi.
Çfarë shpëtimit? Shpëtimi ynë është i madh, vëllezër, mod ai fitoi një popull për të gjitha kombëve, për Jezu Krishtit. E gjithë kjo ndodhi për një vargu që ja u thash gabim herën tjetër në vargun 3 kapitulli 2, se thash 2:23 herën tjetër dhe shetitem me gjithë atë vargun se e kisha bën atje në kompjuter, sa kesh shkruar në kompjuter, ma mirë me dorë, më sakt, se kisha vënë edhe 3, kisha vënë 2 edhe 3 bashk, pa i vënë ato pikat mes, duhet 2.3, e kisha bën 2-3 edhe deli 3. Por gjitha kjo prej vargut 3, kapitulli 2. Kështu Ruthi pra ishte koha e korreve kur atu kthyen, ishte koha e korreve, vini re atje 22-shi. Arritën Betlehem kur kishte filluar korrja e Elbit e korrave. Kështu Ruthi në vargun 3, kështu Ruthi shkoi dhe nisi të mbledh kallind brapa korrësve dhe rastisi. Futi dorën te goglat atje rrok 6 nga 45 që kanë rrok merr biletën e fatit, futi dorën dhe rastisi gogla dhe ara prej provanis Perëndis, prej hirit sovran Perëndis saktuar nga përjetësia, ishte pjesë e arës që ishte pronë e Boazit, i cili përkiste familjes Elimelekut, vjerrit që kishte vdekë, e kishte drejtën me e shpengu. Prej kësaj rasie që ndukja është rasi prej ne të saktuar prej hirit sovran Perëndis, kur mlodhi kallind Elbit, qëlloi në arën e Boazit që e kishte quar Perëndia atje. Në mënyrë sovrane. Edhe prej vendimeve të saj, pra si sovranitetit Perëndis, po edhe prej vendimeve të urta të mira të saj, po dhe të Boazit. Se nuk e ban martesën siç kena qef me e ban ne, se nuk i trajton fëmijët siç kena qef me i trajtu ne, por në hirin e Perëndis. Prej kësaj provanijet lindi Obedi se po mos kishte qenë për ca kallin Elbit që ai shkoi mi mbledh që qëlloi në arën e Boazit, se mos kishte shkuar në arën e Boazit, nuk kishim martesën e Boazit në Ruthin, nuk kishim Obedin, e kështu kishim Isain, e kështu kishim Davidin, e kështu kishim Jezu Krishtin mish, e kështu kishim shpëtimtarin në shpirtrave tanë, por prej provanis hirshme Perëndis që tregoi për Boazin e për Ruthin, për Naomin, për popullin e Izraelit që i dhani mbret, e për ne që na dha mbretin e përjetshëm Jezu Krishtin, jemi ne këtu. Që të mund besojmë të kemi jetë përjetshme, as nuk është kjo një vepër e hirshme e provanisë Perëndis, vëllezër e motra. Ndaj nga libri i Ruthit, çfarë mësojmë? 3 gjëra. Bani mend. Perëndia kujdeset. Perëndia kujdeset. Perëndia qeveris, apo drejton, apo sundon. Perëndia sundon. Edhe Perëndia siguron. Perëndia siguron gjithçka për ne, jo vetëm shpirtërisht shpëtimtarin ton, por gjithçka tjetër, ai siguron. Prej njerëzve të zakonshëm. Ne jemi njerëz zakonshëm, po ka rëndësi që të vendosim mirë. Për njerëzve të zakonshëm dhe prej zgjedhjeve tona, tyre, herë të këqija, shpresoj herë të mira, që mos të kemi pasoja. Perëndia e qeveris e drejton edhe siguron për historinë e tij të lavdishme, në cilin prej hirit të tij sovran e të mirë ka zgjedhur edhe ne të na përfshi. Pa është historia e tij. Është historia e Perëndis. Është historia e lavdishme e Perëndis, për t'i dhënë lavdia e tij, për fituar një popull dhe një nuse për veten e tij, që prej Boazit e prej Ruthit, prej Obedit e prej Isait, prej Davidit e Jezu Krishtit, kemi jetë përjetshme. E gëzohna në të për gjithmonë. Amen? Le të lutemi bashkë. O të falenderojmë ty, o atë, për mirësinë tane. Falenderojmë që ti kujdesesh gjithmonë për ne, që ti ke siguron gjithmonë për ne, jo vetëm që sundon sovran, por kujdesesh edhe siguron për ne. Ti ke siguruar Jezu Krishtin shpëtimtarin ton, prej farës Davidit, që rastisi prej Ruthit që atë ditë shkoi në arën e Boazit. Nuk ka rasti për ty as fat as shans. Gjithçka qeveriset prej dorës tane sovrane o Perëndi. Dhe ty qoftë nder lavdi në shekuj të shekujve. Amen.